Frederik Toscu po shkëlqen me Cesenën U20 e Primavera në Itali. Sulmuesi kombëtar u 19 realizoi dje golin e dytë ndërsa Cesena U20 fitoi 3-0 përballë Napolit U20. Toscu ka padyshim vëmendjen kryesore gjatë këtij sezoni, pasi nuk luajti në javën e parë në 5 takimet e tjera të kampionatit, ka shënuar 4 gola dhe ka asistuar 3 herë. Aktualisht askush nuk ka bërë më mirë te Primavera dhe 19 vjeçari duket se është një çevahier te moshat e Cesenës.